Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd e më pas. Lusim Allahun te baraka wa ta'ala të na bëjë të sinqert në fjalët dhe veprat tona, të hapta apo të fshehta qofshin ato. Do flasim diçka rreth gjinisë, pra gjinisë e emra në gjuhën arabe, edhe do përmendim disa gjëra inshallah ta'ala shkurtimisht. Në gjuhën arabe kemi dy gjini, është pra mudhakkarun, ajo që quhet gjinia mashkullore, pra mudhakkarun, edhe është muannathun, gjinia femrore. Muannathun, pra muannath, gjinia femrore. Edhe marrim shembull, pra fjalët në gjuhën arabe ose janë domethënë gjinin mudhakkar ose muannath. Pra ose janë mudhakkar mashkullore ose muannath femrore. Pra ose në këtë gjini ose në këtë gjini. Pra po e marrim shembull kursiyun, është në gjinin çfarë? Mashkullore. Kursiyun, do më thënë është në gjinin mashkullore. Kurse, pra të karrigeja. Kurse maida, tavulina, maida, është në gjinin çfarë? Është në gjinin muannath, pra femrore. Është në gjinin femrore. Edhe neve do t'i përmendim faktikisht dy kategori në të cilat futen emrat që janë pra muannath në gjinin femrore. Domethënë do t'i përmendim inshallah taala këto dy kategori. Domethënë edhe do të përmendim edhe një kategori shtesë inshallah taala. Mënyrë që të bëjmë atë diferencimin pra se si duken apo si janë ata emrat që janë në gjinin muannath, pra femrore, edhe si ata në gjinin mudhakkar, pra mashkullore, edhe pse nga njëherë i kanë disa ngjasime kështu me radhë. Po fillojmë me kategorinë e parë inshallah taala. Pra të emrave që futen në kategorinë do thot në gjinin muannath, në gjinin femrore. Kategoria e parë janë emrat që mbarojnë me të të mbyllur. Me këtë tën e mbyllur, që quhet ta u marbuta, pra tyja e mbyllur, ose nga njerë do thot ta u ta'nith, tyja e femrores, kështu do thot njihet sepse është edhe njëkohësisht shenjë që tregon se ajo fjalë e cila mbaron me këtë të është pra në gjinin çfarë? Në gjinin muannath, do thot është në gjinin muannath, gjinia femrore. Pra gjinia femrore. Pastaj kemi, po marrim një fjalë sajjara. Kjo sajjara, pra shiko, ta marrim një ngjyrë tjetër. Do më thënë, sajjara mbaron me të mbyllur. Andaj, makina, pra, sajjara, është në gjinin çfarë? Femrore. Apo ta zëm, haqiba. Haqiba, çantë, do të thënë haqiba është çanta. Kjo do thot është në gjinin femrore, po ashtu muannath. Pse? Sepse edhe kjo do të thënë mbaron me këtë tën e mbyllur. Apo fjalën mumarrida, mumarrida. Edhe kjo mumarrida, që është domethënë infermierja, edhe kjo
infermiere, do të thënë që themi një motër medicinale. Edhe kjo do të thënë është në gjinin çfarë? Më falni, në gjinin çfarë? Në gjinin femrore, pra muannath. Pse? Sepse do thotë është shenjë treguese kjo tëja, pra siç tham tëja e mbyllur, se kjo fjalë e cila mbaron pra me këtë është në gjinin muannath. Jo çdo herë. Pse jo çdo herë? Sepse ta zëm, vetëm ta bëj këtu një. Ta zëm kemi disa emra, po e zëm Hamza. Hamza. Dhe me thënë Hamza që është edhe kë faktikisht baron me të në mbyllur, apo Usameja. Usame. Edhe ky është emër që mbaron me të në mbyllur. Megjithatë, Usame dhe Hamza apo Hudhaifa e kështu me radhë janë mudhakkar. Do të thënë janë gjinin çfarë? Jo muannath femrore, po janë gjinin mudhakkar. Janë do të thënë gjinin mashkullor. Do të thënë edhe pse po themi janë që mbarojnë me tën e mbyllur, por janë pra në gjinin mashkullore. Edhe pse inshallah shpresoj inshallah të flasim diçka më gjerë rreth kësaj. Mirë, po neve, siç edhe e përmenda në fillim, inshallah do flasim shkurtimisht rreth gjinis. Se kjo të është argument, do thotë tregues, është shenjë treguese që fjala është muannath, pra në gjinin femrore, është edhe ajo që dua të përmend se shumë prej emrave, për të kaluar nga gjinia mashkullore, pra mudhakkar, në muannath, në gjinin femrore, vetëm ja shtojmë tën e mbyllur. Për shembull e kem fjalën, po vazhdoj me këtë ngjyrë, për shembull e kem fjalën muslimun, Muslimun. Muslimun do të thënë muslimana, po. Po si themi muslimane, vetëm ja shtojmë të në mbyllur, apo edhe shkronja do thotë e fundit vije me fetha. Mos harrojmë. Pra pra me fetha, me edhe ja shtojmë të në mbyllur. Muslimatun. Do të thënë shif, do thotë ka kaluar nga gjinia mudhakkar mashkullore, pra muslimun, musliman, në muannath, në gjinin femrore, vetëm ja kemi shtuar të në mbyllur. Do të thënë vetëm ja kemi shtuar të në mbyllur. Do të thënë është bërë muslimatun, muslimane. Pra muslimun, muslimatun. Do të thënë të janë mbyllur. Ka kaluar në gjinin femrore. Apo ta zëmë kemi mu'minun. Mu'minun. Musliman. Më falni, besimtar. Kurse minnatun, do të thënë nuni vije me fetha. Do të thënë mu'minatun bëhet besimtare. E kështu me radhë, do të thënë emrat e tjerë. Pra shohim se të kjo kategori pra luan një rol të rëndësishëm, do thotë sepse menjëherë vrejmë se fjalët, do të thënë pjesa dërmuese e fjalëve janë që çfarë i takojnë gjinisë femrore, nëse mbarojnë me këtë të mbyllur. Pra janë muannath femror. Mandje do të thënë emrat që janë mashkullor, pra mudhakkar që janë, sikurse muslimun, musliman apo mu'minun, besimtar, kalojnë do thënë gjinin muannathun femrore vetëm duke ja shtuar tën
çfarë? Tën e mbyllur. Pra muslimun, muslimetun, mu'minun, mu'minetun. Do thot këtë formë. Tani do përmendim inshallah kategorinë e dytë ku futem që janë do thot muannath në gjinin femrore. Pra kategoria e dytë janë emrat apo fjalët, pra fjalët që u referohen njerëzve femëror. Që u referohen njerëzve femëror, është për qëllim domethënë që u referohen njerëzve që janë gjinin femërore. Domethënë e marrim shembull bintun, bintun. Bintun është për qëllim pra e bija ose vajzë, ne po themi. Pra kjo është çështje e ditur, bintun vajzë është do thot emri i njerijut, domethënë i njerëzve që është në gjinin pra femërore. Domethënë ai njeri që është vajzë është në gjinin femërore. Domethënë kjo është kategoria e dytë e emrave që ta dim se janë në gjinin femërore, sepse po bëjmë një lloj diferencimi. Siç është ta zëm, pra kjo është mudhakkarun. Ne po përmendim diçka, siç është ta zëm ibnun, ibnun. Siç është domethënë ibnun i biri ose biri, që është në gjinin mudhakkar, sepse kjo është do flasim inshallah taala diçka më gjerësisht rreth emrave, do thot edhe do thot gjinis. Mirë po, ne tham inshallah shkurtimisht disa çështje. Ibnun domethënë është i biri apo biri. Edhe kjo tregon në aspektin domethënë që i referohet njerëzve që janë, por në këtë rast mashkullor, sepse ibnun është i biri, edhe kjo dihet. Pra, në këtë rast e kemi bintun vajzë, pra është muannath në gjinin femrore. Apo ta zëm që është nëna. Ummun, nën. Pra nën. Do me thënë, janë ato fjalë që u referohen njerëzve që janë femëror, siç është bintun, vajzë, nën, e kështu me radhë. Do me thënë, te kategoria e parë ishin të gjitha ata emra që mbaronin me ty të mbyllur, por jo të gjithë, do thot pjesa dërmuese, sepse pan përjashtime. Kurse në kategorinë e dytë janë ata emra, pra ato fjalë që u referohen njerëzve që janë femëror, siç është bintun, ummun, e kështu me radhë. Edhe tani do përmendim diçka shtesë se kush futet tjetër tek muannath, pra tek gjinia femërore. Pra është edhe një gjë që tek gjinia femërore futen edhe pjesë e natyrës. Ta zëm siç është për shembull dielli apo shkretira kështu. Ose po ashtu futem një pjesë e emrave që janë do thotë gjymtyrët e trupit që janë nga dy, syri, duart, veshi, kështu me radhë, këmbët. Po ashtu edhe emrat e vendeve, kështu, për shembull Misr, që është ta them Egjipti e kështu me radhë. Në rregull? Pra shumica e këtyre janë që bëjmë pjesë në gjinin muannath, pra në gjinin femërore. Ta them rajl, rajlun, këmba, do thotë këmbë, se dy këmbë, do të thënë mos harrojmë, është si rregull, pjesët e trupit që janë nga dy, pra gjymtyrët, pjesët e trupit që janë nga dy, janë në gjinin muannath, femërore. Pra në gjinin femërore. Apo ta zëm siç i përmend, siç tham disa
do thotë që janë pjesë të natyres, siç është për shembull sahra, shkretira, ë? Sahra, shkretëtir, pra shkretëtir. Shkretëtir, apo siç e përmendëm, do thotë shamsun, dielli. Shamsun, pra shamsun, dielli. Diell. Edhe që çfarë tham? Tham edhe vendet, ta zëm, për shembull Misr, Egjipti. Po, është për qëllim Egjipti. Egjipt. Do thotë bëjmë pjesë në gjinin e femrore. Pra, që janë pjesë të trupit, që janë nga dy, si për shembull rijl, këmba, faktikisht janë dy këmbë, sahra, që janë pjesë të natyres, do thotë që i ka krijuar Allahu te baraka ve taala, siç është për sahra, shkretira, shams, dielli e kështu me radhë, apo edhe vende, po marrim shembull neve Misr, që është Egjipti e kështu me radhë. Pra, shpresoj edhe lutem Allahun te baraka ve taala të na bëj dobi kjo, neve dhe juve. Ka të sa i përket kësaj dobie, do thotë sa i përket disa çështjeve që kanë të bëjnë me gjinin e emrave, do thotë fjalët që futen o në gjinin pra mudhakkar apo muannath. Sepse kur e dim që janë mudhakkar, ose në këtë rast kur e dim që rijlun, sahra, shams, misr e kështu me radhë, apo ato që janë me ty të mbyllur e kështu me radhë, e dim që janë gjinin femrore, atëherë nuk janë gjinin mashkullore. Do të thonë e tjetra është gjinin çfarë? Që nuk është. Po e zëm, këto që i kemi ka dy, siç është rijlun, do të thonë këmbë. Do të thonë këmbët janë dy ose ain, që është syri. E kështu me radhë, atëherë po e marrim shembull femmun, ose pjesë tjera do thotë trupit, ta zëm hunda, goja, kështu me radhë, që janë nga një, çka? Këto janë mudhakkar, këto janë gjinin çfarë? Mashkullore, sepse nuk janë femrore. Nuk ka mundësi të thotë një fjalë edhe tjetë kështu, edhe tjetë kështu, pra me dy gjini. Pra mjaftohemi me kaq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.